dhe fakti që vërtet, domethënë, droga venezuelane, por në të thosha droga amerikano-jugore, edhe këtu nuk përjashtoj vendet e tjera, por e kombinuar bashkë me nevojën strategjike dhe, siç e thamë pak më poshtë, dhe me rezervat pafund të naftës që ka Venezuela, ishte një kombinim i cili priti të ndodhte, mos harrojmë diçka që presidenti Trump nuk është bërë një luftë përveç që se ka në pushtet, po edhe në mandatin e tij të parë përveç goditjes së Iranit, i cili edhe ai ishte në një familje për të përnder Izraelit, më tepër se sa si objektiv i Shtetet e Bashkuara. Pra, Venezuela është diçka e cila është, siç e kanë thënë dikur, në oborën mbrapsht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe si e tillë është një rëndësi të veçantë. Pra, me këtë rast ai bëri disa lëvizje. Së pari rikthen industrinë amerikane të naftës në Venezuelë dhe e tha çfarëzi një nga pyetjet që u bën, se tha që këto personat që kanë mbrapa mbeje do të jenë ato që do menaxhojnë Venezuelën për një periudhë të caktuar kohe. Se sa është kjo periudhë ne le ta shikojmë. Siç e kuptoj unë është kjo, Venezuela duhet të jetë në oborën e prapën të Amerikës. Pra, për këtë çartësisht presidenti Trump nuk ka se vuri ndryshim, domethënë nuk mund të vihet ashtu siç e bëri praktikisht edhe në kanalin e Panamas, në një vend ku ne kemi bërë shumë investime, tha, nuk ka shans që ne të largohemi dhe të vijë Kina dhe të gjetë gatshme. Kjo ishte, e thanë herë e parë, por qartësisht dukesh edhe herën e dytë, nëse keni parasysh që nga fundi u bë një pyetje lidhur me Kinën dhe Rusinë. Po, Rusinë, po. Dhe, nëse e mbani mend ai tha qartë, shiko. Rusia ka, kurse këtyre bën dhe shesim ne. Sigurisht që Rusia afektohet sepse në fundit naftën e tyre do të shesim, naftën e Venezuelës. Pra do ta kemi ne, e para dhe e dyta, Rusia duke qenë vend prodhues i madh i naftës do ta ndjekte. Ndërsa Kina është një konsumator i madh i naftës venezuelane, të cilën ne do ta menaxhojmë tani mbrapa. Okej, po çfarë ndodh tani, ambasador? Çfarë ndodh tani në Amerikën Latine, sepse kemi parë reagimin e Kolumbisë. Me drejt, domethënë mund të kemi një, siç kishim pranverën arabe, me që atje është pranverë tashmë, mund të kemi një pranverë latine? Nuk besoj. Nuk besoj. Së pari, nuk besoj për arsye sepse për vetë ato që e bën pranverën arabe ishte një dështim. E thënë kështu, do thotë që unë nuk besoj që Shtetet e Bashkuara do të futen në një aventurë të tillë, pasi do të kishte probleme të mëdha, së pari politike, por edhe ekonomike të mëdha. Mos harrojmë që vendet e Amerikës Latine nuk janë vende domethënë të botës së tretë, janë vende të cilat kanë ekonominë e tyre të lidhur dhe të ndërtuar mjaft e ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por natyrshëm ato shikojnë edhe për maskuri, nëse kanë parasysh atë grupin e vendeve kanë po shikojnë edhe për tregje të reja, po shikojnë edhe për diode të reja, siç është rasti me Bashkimin Evropian. Dhe si tillë, mesazhi i Shteteve Bashkuara është i qartë. Ju keni ekonomi tuaj dhe kjo hyn edhe në America First, pra hyn edhe në një mënyrë në strategjinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës, ju jeni vende sovrane dhe vazhdoni, por interesat e Shteteve Bashkuara të Amerikës duhet i konsideroni shumë, pasi ne kemi investuar në këto vende, ju jeni oborri prapëm i Amerikës dhe ne nuk kemi mend të lejmë Kinën të vijë këtu dhe të bëhet zot në këtë hapësirë. Kjo për mendimin tim është mesazhi që ai jep, ndërkohë që shumë qartë u tha që edhe për udhëheqjet totalitar ose udhëheqjet autokrat apo diktator në të vendeve përkatësa, dhe kjo s'ishte vetëm për pësejse në Amerikën e Jugut, por ishte për në gjithë botën, ne do të reagojmë pa hezitim në qoftë se ato prekin interesat e vendit tyre dhe interesat e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Si duhet kuptuar kjo frase? Në fakt këtu duhet ndalesh pa. Te precedenti i krijuar tashmë. Çfarë precedenti krijohet, ambasador? Precedenti është ky, domethënë që, tash kjo është analizë bëjmë ne po dëshir po. Mos e merr 100%. Por siç e kuptoj unë është së pari. Bosja më. Kjo ishte mesazhi i qartë, kjo ishte mesazhi, shikoni tha, unë i tha disa herë Maduro si do të